ajo ka mbretëria serbokrate slovene ka qenë një diktaturë brutale dhe e dhunshme. Domethënë kanë pajtim kroatë dhe slovenë dhe ashtu e quajnë. Përderisa na si shqiptarë në katër të asaj mbretërie, se ata e quajnë një diktaturë dhunshme dhe brutale, mendoj që na kemi qenë edhe ma ullë si sa ata. Po kontesti i vetmi ish republikës që tenton pak a shumë të forcoj Katasin është Kroacia. Ajo që mundohet të ashtu Katasin me arsye që në vitet 70-ta, në vitet 70-ta, Kroacia ka komunikuar me drejtori gjeodete slovene, bosnjake e tjera në harmonizimin e katastrave me vijën administrative. Sa ka funksionuar ajo, domethënë pjesërisht kanë pas komunikim, kanë dalë edhe në vijë administrative, kanë provuar me harmonizu katastrin në vitet 70-ta. Ndërsa te na nuk ka asnjë projekt as nga ona jon, përveç këtij të vitit 1984 që nuk e dim çka ka prodhu, ndërsa nga pjesa e Molitzi nuk ka asnjë zhvillim katastral në atë pjesë. Në aspektin, domethënë tash ky katastri jon, mungesa e këtij katastri, edhe pse nuk e dim efektet që i ka, më thonë e bën pak a shumë s'pa mundër që na me ditë që ka ndodhur. Në njëjtën mënyrë, domethënë Kroacia edhe me katastër ka pas insistimin më të madh problemin e kufirit lëvizjes së lumit me Serbi dhe insistimin në katastrat që kanë ata një katastër më të vjetër dhe kufiri që ka qenë definuar me mesin e lumit, me lëvizjen e lumit, kroatë pretendojnë që me atë katastër do ta mbulojnë ato, por që me katastër në pjesë tjera edhe nuk janë ndonjë mirë, domethënë kanë humbje territorit në disa pjesë tjera edhe me sloven, edhe një pjesë të Dubrovnikut që kanë edhe ata shumë publikime që me trajtimin e katastrit që e kanë bërë, kanë humbur edhe ata territor. Kurse ona slovene, domethënë çështja e banovinave, domethënë edhe ata fillojnë me provu, po problemi, domethënë i katastri i banovinave realisht nuk ka qenë katastri është i trashëguar për jashtë Hungarisë, si për sloven, si për kroatë. Kroatë thirrën në katastrin e viteve 70-ta provimin e harmonizimit, domethënë kanë provuar harmonizimin e katastrit, përderisa slovent, domethënë aty nuk flitet shumë për katastrin e banovinave, flitet për kufinin e banovinës, i cili ka qenë një kufi historik, edhe i cili përkon parapërsisht me kufinin e sotshëm. Po që edhe ai kufi, domethënë, edhe ata domethënë pajtohen që kjo ka qenë një diktaturë e tjera, por që në rastin tonë domethënë kemi disa kufi të zonave të brendshme, jo kufi banovinash, sepse banovina e asaj kohe siç e pamë në harta do të vinte deri te lumi Klina e tjera. Kështu që mendoj historikisht është shumë problem me ballafaqu këto dy, se janë edhe raste të ndryshme, po edhe historia e krijimit të katastrit nuk është domethënë e njëjtë, dallon prej asoj. Prej dhonave katastrale, domethënë realisht domethënë kriteri katastral ose caktimi i dhonave, të cilat mund të përdoren, është me rëndësi domethënë që kur flasim për disa dhona domethënë ato dhona, nëse neve i prezantojmë një palë dhona, duhet të jenë komplementare me disa dhona që i ofron palë tjetër në këtë rast. Ndërsa prej fotografive që pam, i vetmi katastër sipas motive është krijuar vetëm kjo, domethënë në kohën kur është prodhu. Ky katastër domethënë ka qenë vetëm ky katastër. Në pjesën tjetër të asaj banovine nuk ka pas katastër, ndërkohë që unë e prezantova një për kufizim të malit shtetënor që përkon me kufinin e këtyre zonave që tani janë zona katastrale, po që edhe në vendime për kufizimin e pyellit, malit shtetënor, flet që ato zona janë tokë të qarqeve i stogut e Mitrovicës, po që ndërkohë domethënë kufizohen me disa zona katastrale, po që janë pjesë të qarkut. Tani është shumë domethënë përveç atij asaj që a priori pranohet katastri si kriter apo jo, mendoj që dhonat e monetizimit, dhonat katastrale që janë të asaj kohe, por që janë tani të Kosovës nuk janë komplementare. Nuk kanë të njëjtin nivel qoftë teknik, qoftë ligjor. Nga ona e monetizimit domethënë kemi mungesë të madhe edhe dhonave katastrale që për mua ka qenë habi. Ka qenë habi se kanë qenë dhona të brendshme. Domethënë, një farë forme është sikur
të zëmë që ta në shkriju komuna e Graçanisës, po e zëmë, dhe në mungesë të donave për kufirin administrativ që tani ka komuna e Graçanisës, një ditë del komuna e Prishtinës dhe jam merë, po e zëmë zonën e Çagllavisës. Një farë forme do është një farë relacione. Po që për habitë më thonë edhe ato kufit zonave që i prezentën Molizi, që unë kam mendu që të paktën janë të kohës Banovinës do të flasin për zona të Kosovës, nuk flasin. Nuk flasin, më thonë nuk gjinet një informacion që po e do zona katastrale ose komuna katastrale që është në kohë fuqisht, kufizohet me ndonjë komunë, më thonë të Molizi. Nuk ekzistuar ato informacione, po bazuar në ato që e prezentova që në mes të kësaj ka ekzistuar një mal kompleks madh malosh i shtetit, që faktikisht nuk ka qenë as i Banovinës, as i Molizi, po ka qenë direkt i mbretit faktikisht. Më thonë, ekzistuar me kësi në zona një sipërfaqe madhe malore, që mungojnë tani informacione se cila zonë në cilën zonë kufizohet nga që kanë një brez të madh mal i shteti në mes. Unë kam e kërku dhe njerë me sëqarua dhe pak ma tutje këtë punë, por për që mësë më marë kolegëve tjerë kohë, zonja Kadria e ka kërku fjallën, pastaj zoti i Meri. Faleminderit anëtarë të komisionit, deputet të nderuar, që sot pikërisht në Kesall jemi ndeshë dhe ballafaqimin e parë kemi pas mes komisioneve, mes deputetëve, mes ekspertëve të pavarur. Fakt që edhe deputetet me pas më të qartë se çka ka ndodhur me atë marrëveshje dhe a ka ti kalim kompetencave apo është përcaktuar kufiri keq apo mirë dhe në atë ballafaqimin e parë kemi kuptuar shumica, kemi kuptuar kush do e ka kuptuar se çka ka ndodhur me këtë përcaktim të marrëveshjes. E dini që nuk është një temë e re, është një temë që po elaborohet gati që 2 vite, dhe fatkeqësisht një herë ka arrit me orë në kuvendin e Kosovës për ratifikim dhe në atë moment kur gjithë deputetët kanë qenë në sallë, ajo marrëveshje është tërheq, është një marrëveshje ndërkombëtare ratifikuar nga një vend tjetër fqin që kemi vend Mekë dhe vend fqin. Unë po du më ju falenderu për punën profesionale dhe fakt vetë kryeministri për caktimin e një komisioni të ri e ka bu me qëllim që deputetet me pas argumente shtese çka ka ndodhur dhe në fakt unë falenderoj për gjithë punën që e keni bo. Edhe sot ato që ka po e elaboroni, unë mësova shumë çështje, mësova shumë dhona, edhe pse nuk jam me profesion as juriste, as geodete, dhe kuptum që vërtet ka shkelje në marrëveshjen e caktuar. Unë mësova për shembull, ju mund na elaboroni shembuj edhe shembuj nga Kosova, nga kontrolli efektiv, po dhe shembuj të tjerë ku është përcaktuar kufiri nga shtete të tjera që vërtet kriteri katastral nuk është përdorur, por gjithmonë përdoret te kriteri administrativ dhe kriteri katastral është një kriter shtesë që vendoset në raste të tjera që kontestohet. Dhe 2 fakte të tjera që na sjellën çështja e aksidentit, që është procedurë një aksident që ka ndodhur në territorin e Kosovës, që sot po supozohet që është në territorin e Malit të Zi, po dhe rruga dhe administrimi i rrugëve edhe në periudhën e pas lufte, mirëmbajtja, në periudhat e dimrit dhe me pas asfaltimi i rrugës. Unë nuk po mendoj që Kosova ka pas luksin me asfaltu rrugë, se kemi qenë një vend i dalur nga lufta dhe se kemi pas luksin me asfaltu rrugë të Malit Zi, ku kemi pas plot rrugë me asfaltu në territorin e Kosovës. Unë po mendoj që duhet me gjetë një zgjedhje dhe kryeministri po mendoj që mirë ka bos, ajo nuk ka shtu kur gjopë për pos ajo marrëveshje që ka qenë në nënshkruar me atë komision, e ka sjellë një marrëveshje të vjetër, sepse duhet me jep një epilog kësaj, dhe nuk është epilog që kjo marrëveshje më mbajt në sirtar të qeverisë, po duhet më përcaktuar matutja, ashtu që shtatë profesori, se epilogën përfundimtare japin deputetët e kuvendit të Kosovës në seancën plenare. Edhe një hapur ju falenderoj për gjithë punën dhe angazhimin që e keni bërë si komision, po edhe gjithë këto dhona që na i keni bërë edhe me raport të shkruar, po edhe sot gjatë raportimit të juaj si komision para komisionit. Faleminderit. Falenderoj shumë, përshëndetje edhe premierin, falenderoj edhe për prezantimin dhe përgjigjen pyetje.
Natyrisht që unë e kam lexuar raportin e juaj dhe tash nuk po dua me I përsërit këto falënderime që I bën deputet parafals për punën që e keni bërë. Sidoqoftë po mendoj që duhet edhe një herë më kthy te kjo çështja që e ngriti kryetari I komisionit, më herët sepse mendoj që është çështje e rëndësishme natyrisht. Dhe unë po e vlerësoj si gabim të qeverisë aktuale faktin që kur është konstatuar që ka pas te kalim të kompetenca nga komisioni. Para prak e kë konstatohet nga komisioni juaj, I cili po ashtu është komision shtetëror më emëruar nga qeveria aktuale, më saktësisht në kryeministri Haradinaj, atëherë është dashur që me njëherë të veprohet, pra që ti tregohet marrëzi se kemi konstatuar këtë te kalim kompetenca shkelës dhe është arrit nga si rezultat I punës e një komisioni I cili tashmë për edhim I ka të kalu kompetencat e veta dhe I cili nuk është asnjëherë nuk është konstatuar deri tash për një gjë të tillë, të paktën jo zyrtarisht, sepse raporti I është megjithatë raport zyrtar, dhe në këtë drejtim pra ka konstatim zyrtar të shtetit, qeverisë së Republikës Kosovës tash, që komisioni paraprak I ka të kaluar kompetencat dhe ka dalë jashtë mandatit të tij, pra ka negociuar dhe është marrë vesh për diçka për cilën nuk ka pas të drejtë e as nuk ka qenë firmë ta bëj. Zyrtarisht paktën jo. Po mendoj që po e ndërtoj pyetjen e parë që kam. Në këtë drejtim unë shoh pak më gjithësisht punë, natyrisht që në konventin e Vienës për kontratat marrëveshjet, aty flitet për përgjegjësitë e shtetit, edhe përgjegjësitë e shtetit varësisht rregullimit të brendshëm në një farë mënyrë janë të deleguara ose në to veprojnë institucione të ndryshme, pra po them kashi rregullimit brendshëm. Dhe në Republikën e Kosovës, duke qenë republikë parlamentare, fjalën e fundit, pra fundamentale dhe vendimin fundamental për sa I përket territorit ka kuvendi. Dhe në këtë drejtim kuvendi është ai I cili në fund vendos nëse një pjesë e caktuar e territorit do t'i jepet një shteti ose do t'i merret një shteti varësisht rregullave ndërkombëtare, siç ndodh me këtë marrëveshje për demarkacion, kështu që natyrisht kuvendi do duaj jo vetëm mos arrektëfikoj këtë marrëveshje, por në anën tjetër të kërkojnë nga qeveria që ta përmirësoj këtë gabim vetin, pra që ta konstatoj këtë zyrtarisht dhe këtë konstatim zyrtar ta bëj të diru parës manazit. Po ne kam një pyetje për profesor Grudën, se njëra prej, si më thon, rrugëve që mund ndiqet e për të cilën unë nuk është se jam dakord, por sidoqoftë po më duket nga një herë se qeveria aktuale e ka këtë synim, është që të shkohet në arbitrazh. Dhe mendoj që natyrisht mos ratifikimi I marrëveshjes për demarkacion do t'i hapte rrugë që kjo të dërgohet pastaj në arbitrazh, sepse kemi një kontestim, them ashtu, të marrëveshjes shtetëror tashmë nga kuvendi I Republikës Kosovës dhe në këtë drejtim pra kemi një mospajtim tash me malin e zi për sa I përket pjesë kufitare. Dhe në këtë drejtim me dokumentet që I kemi dhe në gjendjen në cilën jemi, me cila mendoj është jashtëzakonisht rëndësishme kur I kemi dy nënshkruesit ose veçanërisht njërin prej nënshkruesve të marrëveshjes, I cili tash nga pozicioni I presidentit vazhdon ta mbrojë këtë nënshkrim dhe këtë marrëveshje, atëherë cili mendon ju se do të ishte epilogu në arbitrazh? Pra, duke u nisur nga kjo gjendje në të cilën jemi, me këto fakte që I kemi, me këto dhëna që I kemi, me këto raporte që I kemi, po veçanërisht me këto nënshkrime shtetërore për të cilat askush nuk po tërhiqet zyrtarisht, e që mendoj që do duhet të tërhiqesh. Çështja e dytë që lidhet me procesin e negocimit të marrëveshjes, pra siç e përmendet ju ky komisioni ose ish komisioni për shënimin e vizës kufitare është themeluar në vitin 2012 dhe ka pas një proces të gjatë të negocimit të kësaj të këtyre çështjeve për sa I përket shënimit të vizës kufitare ose të rastësaktimit të vizës kufitare, që është më saktë thuhet. A keni vërejtur nga trajtimi I punës së këtij komisioni dhe proces verbaleve që I kam paraqitur ata, se cila ka qenë e pika ai momenti kur Komisioni Shtetëror I Republikës Kosovës ka ndryshuar qëndrimin kashi vijës kufitare, ose e ka pasur të njëjtin qëndrim vazhdimisht, ose nuk ka pasur qëndrim fare. Pra I është lënë komplet palës malazeze që ata të vinë me propozime dhe komisioni jon ka pranu, nuk ka pranu, gjysmë ka pranu propozimet e malit zi. Pra ka pasur qëndrim për kufirin e vetë Republika e Kosovës në këtë proces negocimi. Apo është varur kryekput nga atë që thot mali I zi. Mendoj që kjo është shumë rëndësishme dhe nëse ka pasur qëndrim, atëherë do të kishte qenë nëse në konstatohet se cili ka qenë ai moment në këtë periudhë kohore që ka zgjatur diku 3 vjet, kur Republika e Kosovës përmes komisionit vet ka ndryshuar qëndrimin për sa I përket vijës kufitare. Dhe çështja e tretë që dua ta ngris ka të bëjë me dokumentet dhe me ato që është përfolur në publik.
disa prej tyre I paraqitet ju këtu, po ka një dokument në të cilin ka një vendim të qeverisë Republikës Kosovës, mos gabosha ministrit punëve të brendshme, I cili urdhëron policinë e Kosovës, policinë kufitare të Kosovës që të zhvendoset diku 3 ose 4 kilometra brenda territorit të Kosovës në një moment caktuar, mos gabosha vitin 2009. Pra është gjetë ky dhe është konstatuar që ky dokument vjen nga një qeveria e Republikës Kosovës, në këtë rast Ministrisë së Punëve të Brendshme, sepse një kërkesë e tillë ose dokumenti për një kërkesë të tillë nga Pala Majarzeze e kemi parë publikuar, por dokumentin ose vendimin e urdhrin që e jep Ministria e Punëve të Brendshme nuk është publikuar asnjëherë. Pse po I çes këto pyetje, kjo ka të bëjë përgjithsisht me disa prej konstatimeve që I dëgjuam këtu që kemi dëgjuar edhe më herët të komisionit aktual për shënimin e vijës kufitare, e në të cilën ka ose ngrihen dyshime, ka pretendime që ka edhe falsifikim dokumentesh, e në anën tjetër edhe shpërdorim të rastazëm të pozitës zyrtare personave caktuar. Dhe mendoj që këto duhet të konstatohen nëse janë tilla, në mënyrë që pastaj të hapet rrugë një procesi të hetimit dhe të ndjekjes penale ka shi personave caktuar për shpërdorim ose shkelje të detyrave zyrtare që kanë qenë. I falenderit. Po I marrim edhe pyetjet e dy deputetëve që janë antar komisioni, pastaj ju japim fjalën për përgjigje. Faleminderit kryetare, unë po shkoj drejt për drejt në pyetje në monografien për Kosovën botuar nga Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës në vitin 2011, përveç tjerash përshkruhet edhe kufirin mes Kosovës dhe Malit të Zi. Pyetja ime është në çka janë bazuar Akademia kur e ka përcaktuar kufin në kadastër apo në ndonjë burim tjetër të informimit. Dhe a është kjo vi në përputhje me të gjeturat e juaja apo me gjetjet që I ka bo Komisioni MEA? Kjo është pyetja në lidhje me këtë. Dhe pyetja e dytë është, ajo edhe që përmend nga të tjerët, kohëve të fundit po thuhet nëpër media se Komisioni Shtetëror I quajtur MEA ka falsifikuar dhe ka fshirë dokumente. Sa është e vërtet dhe keni gjetur ndonjë dokument të falsifikuar apo të fshirë që keni konstatuar se ata e kanë pas në dorë, por nuk e kanë shfrytzuar për përcaktuar kufinin atje poshtë. Ju faleminderit. Edhe komisionin nderuar, tash unë jo pyetje që janë shumë normale, po do të mund qofse me durimin tuaj ndoni sqarim t'jap për arsye se kom pas qasje në ish komisionin si vëzhgues. Prandaj ka një rëndësi, unë mendoj. Kur jemi këtu te katastri, përputhshmëria e katastrit dhe kufit, nuk mundet sepse hapësirat shtetënore kufit I përcakton kufini administrativ shtetëror, kurse kufit katastral janë kufi komunal. Këtu kemi të bëjmë me kufit shtetëror, që kufit shtetëror I japin sipërfaqen. Kur themi kufit shtetëror I japin sipërfaqen, e kalon pra pronën private. Dhe në këtë rast katastrat nuk janë të përputhura sepse kemi kaluar ne pronën publike të cilën e ka marrë Mali I Zi. Merrni vesh, kjo është njëra prej qasjeve. 2. A ka pas ratifikim të kësaj vije të cilën e ka vendos ky komisioni MEA-s? Fjala është sepse do duhet kishte ratifikim për të bërë pastaj demarkimin, po jo delimitimin. Në këtë rast, pra, këtu është ai gabim, që o thonë nga ju, e ne e kemi po atje, ta zonë konkretisht, se është bërë vije e re kufitare, dhe në vijen e re kufitare nuk ke pas autorizim e tjera duhet një shiku ju thatë marrëveshjen. Kjo është ai skandali. A ka shënuar qeveria, ajo është një çështje që ndoshta ne kur të hudhim marrëveshjen në arsyet të cilat I japim pse është ra marrëveshja, do duhet të preket edhe kjo, por mirë ka qenë edhe qeveria, unë mendoj më të gjeshme. Kurse sa I përket katastrit, ju jap edhe një detaj, dikun në 2013
13, 14, ka funi, se 12, me aprosit disa pronar të pjeluës që të shkojnë të regjistrohen në komunën e Plavës. Edhe kanë qenë një sirtar bukur faktik, cilat i kanë bërë dhe a i ka regjistrua jo, që unë kom thonë. Edhe në qëfë se i regjistroni këto prona, ne prapë kur ta hetojmë këte vi pune, do të shikojmë në cilën datë janë regjistru që ato prona. Regjistrimit katastral që se katastrave. Gjë që këte duhet të hetojmë pastaj tani, se kjo i duhet, me në june të bije gjithësësi, edhe atëherë do t'i hapim arkivin e Plavës, cilat prona janë shenu në vitin 2012-13. Kurse ka dhe do t'jerë që s'kishin pas mrime i regjistru, dhe kanë medë, sepse unë ndërhynja thash, mos i regjistroni, leni njerë. Pastaj kur të vendosim rreth vijave kufitare, kur të vendet vija shtetnore, atër themi, pronat privatet pa regjistrohen pej, ato tjera të regjistrohen në Plavë. E pastaj, por unë e kom pas pengesën të folin se nuk e kom pas drejtën si pas tyna as me folin. Por unë e kom dalë prej komisionit dhe pastaj kom bon publike sa kom bon ashtu si shka qenë. Por se, çështja e kësaj vije kufitare është e gabueshme, nuk kem nevojë me shumë. Me konstatim shumë sigurt fakteve që ka dhënë ky komision që i ka prek, i ka marrë. Kurse ata që nuk duan të shohin fakte, shikoni mi javshit një bull për para i thotë jo, është dorë. Do më thonë, do vullnet me po argumentin, e do vullnet tjetër me konsideru argumentin. Sepse unë kom punu si kryetar komune dhe di, ne kemi bo planin praktik, do më thonë urbanistik, por komuna shkon në menaxhim të katastrave private. Pjesa publike që itke prej Kuqishtë deri në Qakor e menaxhon të, do më thonë, Ministria e Transportit, madje e Pylltarisë dhe e Bujqësisë. Është lëviz qak katastri pej Kulle e Karate Savinovodi ose tek roji Sokolit o i Saliut, që pastaj u slavizu ma vot. Dhe jonë 5500 metra, unë i kom mota tu, edhe ju keni konstatu me drejt. E kemi shiku pikën prej Qakorit deri në Kuqishtë që ka hyti ku edhe në prona private, që o prek edhe katastri. Dhe kur dalim në teren edhe tecim kamp, por jo të folim krejt prej zyreve, pa cilat nuk ban, do të shohim se si ka hy vija kufitare prej qafave luginave, ku nuk kontrollohet, nuk marrë, madje s'është mirë për menaxhim. Madje janë marrë livade private, te gura e dashë ju si dini atë e tjera qafa murgashit e tjera lutipali ato si dini, por i dini ndoshta në formë tjetër, o prek edhe vija private katastrale, lemo publike, e këta janë kufi shtetënor tashmo, nuk janë komunal, këtu është ajo pika. E dim se thuhet pikë janë marrë katastrat për bazë, dhe ato duhet merë, por jo të jenë ekskluzive për kufi. Pra naj ky është gabimi. Edhe asni dokumenta, unë kom punu, kom marrë pjesën e arkivit të Malit Zi prej shtetit Zetës e Knej, me qëllim. Ju keni marrë edhe ma shumë dhe që së të me ju. Por e kemi po, okej, pyetje, po, okej, po, jo, bim atje, dakord jemi, por unë desha me ditë që kjo vija që është vendos e komisionit përpashëm, a është e ratifikuar dhe cila është vija ratifikume. Në qëpëse nuk është e ratifikume, atëherë është bon, nuk është bon dhe markim, më bon dhe limitim. Në falë. Mirë, janë dy pyetje nga zoti Visari Mere, një pyetje nga zoti Lajqi. Mirë po, unë po i përsëris dy pyetje që i thash me fillim, në cilat nuk mora përgjigje konkrete, edhe pse ju filluat paka shumë të trajtoni këtë temë, që ka të bëj me të dhënat kadastrale të Malit të Zi. Pra, a ka apo nuk ka Mali Zi dëshmi në qoftë se përdoret ekskluzivisht kriteri kadastrit? A ka Mali Zi të dhëna kadastrale edhe për këtë pjesën që sipas jush është e kontestuar? Ju më herët thatë që jo, me gjithatë çka është ai material
i cili është dërguar nga Mualizi, është dërguar qeverisë së kaluar, i cili është prezentuar në këtë sallë në gusht vitit kaluar nga Komisioni MEHA. A janë ato dhëna katastrale, apo janë lista poseduese, apo është diçka tjetër, apo është material që dëshmon që me kadastër Mualizi e vërteton që ajo pjesë është e tyre, dhe fundit për kontrollin efektiv, me qenë se profesor Jusufi e trajtoi si temë. Ju e thatë që kontrolli me dhunë nuk konsiderohet kontroll efektiv në sens të përcaktimit të kufive, duke i referuar me siguri argumentit që po përdoret lidhur me veriun e Kosovës. A ju kuptova drejt? Po. Pyetja ime është, çka nëse ka dëshmi nga vitet e 80-ta, dhe me qenë se vi nga ajo pjesë e njoh pak më mirë, ku dëshmohet që Serbia ka investuar në komunat veriore, qoftë nëpërmjet rrugëve, qoftë edhe nëpërmjet vendimeve të gjykatave për raste penale ose të tjera, ka dëshmuar pra kontroll efektiv në ndonjërin nga komunat veriore, po flas deri në vitin 99 apo deri në 88, me qenë se ahtisari e merr për bazë këtë vit. Pra s'po flas për pjesën e ushtrimit të dhunshëm të kontrollit, siç e bën tani pas luftës, e sidomos pas vitit 2008, por po flas për raste deri në vitin 88, kur mund qoftë në Zveçan, qoftë në pjesë të tjera të veriut të vendit. Atëherë, a do të mundet në të ardhmen në përcaktimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë të përdor argumente të ngjashme për të konstatuar se ai territor është i veti. Pra nëse e përdorim precedentin e njëjtë. Këto, domethënë, shpresoj që këtë punën e kadastrave të Mualizi mund ta sqaroni së bashku me pyetje tjera që i morët, dhe po ashtu çështjen e kontrollit efektiv, a mund të kesh përdoret nga Serbia ditën kur ne ulemi bashkë me ta dhe përcaktojmë kufirin. Faleminderes, po konsideroj se dy pyetje janë të drejtuar për mua dhe se mund të jap një përgjigje të kënaqshme. E para përsërit pyetja e mahershme juja, a ka pas falsifikim dhe mshefje dokumenteve. Unë po e citoj edhe një herë atë që kemi shkruar në raport. Në raport nuk kemi thonë që ka falsifikim, po mas një sqarimi detaj kemi thonë kjo mund të konsiderohet si falsifikim. Po e ripërsëris edhe një herë, atë që unë nuk e kam bërë në atlasin që e keni, dikon janë bi 120 dëshmi, në asë njerin moment nuk e kemi futur asë një milimetër vi tjetër për pos hartës originale. Do thot vetëm çka ka qenë origjinale ashtu e kemi pru, sepse çdo kush që duhet të merr një vendim të rëndësishëm çfarë është integriteti territorial i Kosovës duhet ta studioj dhe duhet ta shef qartë dokumentin origjinal, jo me shtesa. Kështu që ne kemi thonë të gjitha ato harta të cilat janë paraqitur me shtesa e nuk dëshmojnë që ka ndonjë konflikt nga prodhuesi, kemi thonë janë jo relevante. Edhe për bisedime, po edhe për dokumentacion. Këto e dini edhe ju vetë. Secili person, edhe në për shtëpiat juaja, edhe në shoqëri, edhe në puna ku punoni, mund ta konstatoni që çdo gjë që ka shtesë është e dëmshme për juve. Nuk e kemi bën një gjë të tillë, sepse ajo mund të konsiderohet pastaj si dëshmi, nëse shkojmë në arbitrazh, më thonë që komisioni juve ka vizatuar vetë vjen, ose dikush tjetër, se na nuk e dim kush ka vizatuar atë vi. Ende nuk e kemi të qartë. Apo dikush tjetër ka bën një vi shtesë në hartën origjinale. Kjo ke përgjigja që dash për me dhënë edhe një herë. Ndërsa se përket kontrollit efektiv me siguri është tepër irrituese metoda dhe mënyra se si mundohen ta fiksojnë opinionin se mund Serbia të bëjë diçka me veriun nëse shkojnë në drejtim të kontrollit efektiv. Kontrollin efektiv nuk e kemi zbuluar ne. Ju jeni jurista dhe dini shumë mirë. Kontrolli efektiv është në kuadër të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Edhe njëra nga 3 parimet kryesore për përcaktimin e vijave territoriale. Kontrolli efektiv me dhunë, unë personalisht them që nuk është i efektshëm. Mund ta mbajë edhe 100 vjet.
Mirë, po pas 100 vjetë të dëshmuat se ka qenë me dhunë, nuk ka qenë kontrol efektiv i cili është bazuar në normat e përgjithshme ndërkombëtare. Kontrolli efektiv çfarë ne kemi pasur. Dhe nuk ka pasur asnjë asnjë kundërshtim nga Malizi, konsiderohet që Malizi është pajtuar edhe e ka ditë, jo pajtuar, po e ka ditur që është territori i Kosovës. Si ndodhi tash ai territor me met në pjesën tjetër, unë nuk e kam qartë për vete. Por kontrolli efektiv është kjo. Sa i përket ka dëshmi të investimit të Serbisë për objektet ndryshme, pa çfarë do të qofshin ato në territorin e Kosovës, po e marr vetëm një shembull i cili ndoshta nuk korrespondon me gjithë këtë. Banka Botërore ka investuar në ndërtimin e sistemit Iberlepens. Nuk është kontroll efektiv. Territori ka qenë i qartë. Territori, ama duhet ta dim qartë, po manipulohet shumë, sidomos nga një pjesë e gazetarëve. Territori i Kosovës është nga viti 1945, me pjesën shtesë, me vendim zyrtar, në vitin 1958-59. Është kry me kjo. Do thotë është territor i administruar nga një qeveri, nga një kovend, nga një që ka qenë i Krajinë Socialiste Autonome të Kosovës. Dhe se çdo investim që është bërë me ndonjë marrëveshje, se ekzistojnë marrëveshje për investime, është bërë me ndonjë marrëveshje. Nëse Serbia ka investuar në çfarë do lloj projekti brenda territorit të Kosovës, së dashme me një pëlqim ose diçka me pas ngjashëm sikur revidimi i hidrocentraleve të Rrugovës, me marrë një pëlqim nga institucionet e Kosovës. Por në vitin 1960 e ka lyp dhe ka marrë një pëlqim. Pse viteve të 80 mos me pas. Ndërsa pas luftës është krejt diçka tjetër. Falnes. Prandaj pyetja ishte deri në 88. Jo, po pak është shqetësuese tash mas kësaj kohe që kanë dalë disa deklarata nga Serbia që 50%, 30%, 70% janë gjëra të cilat janë shkruar dhe më herët ka literatura që janë shkruar, por ato s'kanë të bëjnë kurrë me kontrollin efektiv. Ka të bëjë me dëshirat e ndryshimit të kofeve që nuk është pra pjesë e jonë, është pjesë e politikës për momentin. A kemi pyetje shtesë nga ana anëtarëve të komisionit? Aty nuk e kemi përgjegjës. Për arbitrazh, po. Për arbitrazh ishte pyetja nga Visari. Për arbitrazh? Shefe Visari, arbitrazhi është institucion zgjedhor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis shteteve. Kushti elementar për marrë të arbitrazhi është pajtimi i dy palëve. Domethënë, po pajtohen për çeto, apo merrni ju me na zgjidh këtë rast. Në këtë rastin tonë, unë sa po ndihjoj, edhe sa po di. Malazes thonë se për ta është punë e kryme dhe ata nuk po bëjnë. Domethënë, kush do që llogarit me shku në arbitrazh, pse ne po dojmë, kjo është gjysa e punës 50%. Mos ta banalizojnë, sikur se ndashni mi thonë dikuj valla ti po m'pëlqen, 50% punës apo do të thonë duhet edhe 50% që tjetër më do. Ajo që është që neve na shkon, ne besojmë pavar, është një rregull e përgjithshme e drejtës ndërkombëtare, që për çështje që prekin nderin e shtetit, sovranitetin e shtetit, edhe diçka ngjashme me këto, secili shtet ka drejt me kërku vetëm me biseda bilaterale me gjithë, kur gjë tjetër. Edhe unë besoj se ne këto duhet malazesve me ju thonë, se kjo është çështje bilaterale edhe për këto nëse doni vetëm e ne mundeni mu marrëvesh, me kërkën tjetër s'mundeni mu marrëvesh. Ajo që është e keq e pakës për ne, plot prej akterëve tonë politik, president, kryeministra, edhe ministrat punëve të jashtme, edhe do tjerë mandej, udhës grupeve parlamentare, mos thënë deputet ndryshëm, mos t'i përmendi këta mjetave të informimit, shpesh herë kanë ngrit diçka që nuk ka qenë për sa temin korekte, se puna është kry mirë. Disa biletojshim, s'kem hupë kur gjotë, dhe ta të tregoj 1 centimetër që kem hupë e tjera. A i që nga thot, për shembull, njoni mas shumë ti që ka folë, se ne s'kem hupë, as 1 centimetër, as 1 metër, as 1 plom e tjera. E ka ato që e pyti ai
nga Kurtesi, që deshta une me ju citu këtu, mirë, a i do më thonë, ma parapriti. Është libri i vitit 2011, është publikimi ma reprezentativ në Kosovë, që është bo monografia për Kosovën. 2 vetë aty që janë personat kryesorë, njeni si kryetar edhe si geograf, e tjetëri si kryeministër edhe si akademik. Shkrujnë tekstualisht, këto po ju lexoj, në pjesën veri perëndimore, Kosova kufizohet me Republikën e Malit Zi. Linja kufitare ka gjatësi rreth 78,6 km. Nga 3 kufiri Kosovë, Shqipëri, Mali Zi, e deri te 3 kufiri Kosovë, Mali Zi, Serbi. Linja kufitare shtrihet në përkotat ma të larta të bjeshkëve të Nemuna, Bogicevic, ato që ju thash nga enciklopedia Jugoslavis, Mokën, Hajl dhe Zhlep. Linja kufitare mes Kosovës dhe Malit Zi pritet me 2 arterje rrugore automobilistike në qafë Kuru. Nalësia është mbi detare 1795 metra dhe Qakor 1849 metra. Kjo është tekstualisht e shkruar. Tash deputetun e me qenë, i kishë natira ta dytë, se këta mas shumë t'i jonë angazhu, ratifikoni ju. Me thonë, që to, a i kanë falsifiku, për shembull, Komisioni Bulliqit edhe une, me styne, a është tekst që këta e kanë prodhu. Nëse kanë prodhu, qysh mundet kufini me qenë në Kull edhe në Qakor, konform këti shkrimi, e tash mu zhvendos gati në Savinovod edhe në Kuqish, e na mos me hu kur gjo. Do më thonë është një konstrukt e i pa imaginushëm. E fatkecia është tash në arbitrazh me shku, se gjyqësor ndërkombëtar, ndonjë herë ata kur i arsëtojnë vendimet, i mbështesin në deklarata disa personave si për shkak të postit që kanë e vendit. Nuk ju nevojitet kur farë autorizimi, për çfarë do veprimi që bojnë, ato shkojnë konto shtetit. Edhe në këtë grup është kryetari i shtetit, ose kryetarja, është kryeministri edhe është ministri punëve të jashtme. Nëse këta 5 vjet kanë thonë se kjo është krejt në rregull, ai mundet me thonë, po kush jeni ti Shpejti Vulliqa, mirë mos tonë edhe emnin të mos edhe ti kush tjetër, që këta po thonë krejt është në rregull. Natyrisht, këta kanë përdor edhe do argumente tjera, jo Komisionin ndërkombëtar, jo kon tjetër, unë e kom përmend për krahasim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Meksikën 116 vjet jojnë shtyp për 2 km e 402,4. Do më thonë është pak ma tepër, do më thonë 116 vjet. Kufini kanal Shtetet Bashkuara të Amerikës 89 vjet është bisedu. Do më thonë, edhe këto jojnë ato që duhet mi pas parasysh. Te ne është rasti shumë ma iron, po ata thojnë që këta po thojnë krejt është mirë. Edhe kjo është ajo që pakes rasti i hilen, unë e besoj kryetarja e din ma mirë që vendimi është pru, tha ministri punëve të jashtme na e kem pyte dhe ajna ka thonë qështu, tha juve ju kohë për hajrë, në basi kë mendoni që të kërkon dhe po një minister punëve të jashtme. Vetëm faleminderit profesor që sqaruat shumë mirë çështjen e arbitrazhit dhe po ashtu komentuat se sa mund të jenë shancat e Kosovës në një situatë ku akoma e kemi presidentin e vendit dhe po ashtu ministrin e punëve të jashtme që edhe të tanishmin që insistojnë që gjithçka është në rregull. Mirë, po vetëm për hir të korrekcisë, në meqense dhat konstatimi lidhur me Akademinë e Shkencave dhe botimin e vitit 2011, keni drejt që akademik Hifzi Islami ka qenë një ndër recensentët të kryetar ka qenë. Dhe unë personalisht e kam bërë, ka qenë kryetar në atë kohë dhe ka marrë pjesë, sa e kuptova, ose si recensent në atë dokument. Megjithatë, akademik Isa Mustafa është bërë antar një vit me vonesë, pra 31 dhjetor 2012 me që kisha lutur. Antari redaksisë i treti me rand përmend. Si antari akademisë është po prandaj më sqaruar në vitin 2000.
Se unë s'kom Unë besoj që sikur zoti Bulliqi që e ka sqaruar lidhur me një libër që jo të gjithë i vlerësojnë pjesët që nuk janë të Por megjithatë neve na obligojnë jo librat që janë botu për dokumentet që na sjell qeveria përpara dhe për momentin ne kemi vetëm një marrëveshje. Është risjell nga qeveria Haradinaj po e njëjta pa asnjë pikë dhe asnjë presje dallim, përkundër faktit që nëse kanë qëndrim ndryshe kanë pas për obligim edhe ligjor në bazë të konventave ndërkombëtare që ta njoftojnë malin e zi. Megjithatë në qoftë se nuk ka pyetje shtesë apo e kemi në fakt një koment nga Elmire Qita dhe pas asaj ne do ta lirojmë komisionin komisionin shtetëror sepse komisioni ynë ka edhe për obligim që ta vendos për procedim apo mos procedim në seancë plenare. Urdhna zoti Qita. Sistemi të organizirë këtë ujtë në veritet. Faleminderit që keni dalë këtu dhe keni dhënë të sqarime. Realisht kjo çështje është trajtuar që një kohë gjatë dhe domosdoshmë që opinioni edhe shkencor, edhe politik, edhe qytetarët janë shumë të interesuar që ne kemi një përfundim. E kuptoj që është një garë edhe shkencore edhe politike, dhe dim që ka argumente nga më të ndryshme, po ne nuk kem dyshuar, nuk kem spakone që dikush ka një qëllim të keq. As të shes, as të blej territor. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që gjithë jemi të përgjegjshëm të ndërgjegjshëm për veprimet tona të cilat i bëjmë. Është e vërtetë që edhe komisioni paraprak edhe ky komisioni ka të kaluar për kompetencat, realisht me raportet dhe me qëndrimet. Mirë po nuk e ka bërë për ndonjë qëllim për të krijuar ndonjë tensionim ose për shtrembruar diçka. Esenciale është për ne është që ne jemi deputet dhe jemi përfaqësojmë edhe juve dhe besoj që i përfaqësojmë gjithë ata që janë qytetarë të shtetit. Dhe kemi përgjegjësi që këtë çështje ta mbyllim sa më shpejt. S'dua të futem marrëdhëniet me malin zi me gjitha profa i nderuar me cilin kemi punuar një kohë gjatë bashkë edhe në Këshillin e Veriut, i din këto dhe i ka përcjell me vëmendje, edhe atëherë edhe tash, po në sens zgjidhje të pastra dhe zgjidhje të kufive natyror nuk ka. Ne dim këtë çështje. Ne po të kishim fol para 30 vite, para 40 vitesh, që kufit administrativ të republikave ose të ish krajinave të Federatës Jugosllave duhet të jenë kufi natyror, një përqindje e vogël ka besuar që ata do të bëhen kufi shtetëror. Dhe s'mund të gjykojmë tash për atë kohë. Po në sens ne duhet ta gjejmë zgjidhjen më të mirë, do të ballafaqohemi sipas gjitha gjasave, edhe mund të ballafaqohemi me argumente, por ne kam thënë sa herë që betejë për demarkacion është betejë për argumente. Dhe unë po duhet besoj që edhe komisioni, edhe parlamenti, edhe qeveria do të përgatitin që kanë argumente. Dhe ne mund të binim lehtë një tjetër. Po të duaj bindim ata që janë paqë. Dhe i shohin vetëm të zezën e të bardhë ose argumentin konkret. Ne tash jemi para një situate që do duhet të marrim një vendim. Dhe është shumë e rëndësishme që vendimin ta marrim mirë shumë të qetë dhe pa ndonjë presion dhe tension. Ne kemi nevojë dhe kemi kërkuar sigurisht mbështetjen tuaj ndërmend. Unë pas raporteve të lexuara realisht, edhe tuaj në të kërkuar para prak, nuk kam qenë shumë mirëtar që ne të ballafaqohemi tash se janë këtu, po besoj që do duhej në prag të kohës kur vendoset që të vendoset jetë në seancë plenare, atëherë do duhet këtë sqarim me shtesë. Dhe do duhet vërtet që të argumentohen ata fuqishëm. Faleminderit për kohën dhe është atë diçka kryetare, që edhe në mes sesione po punon kuverni kështu. Ne kemi përfunduar sesionin fjestor dhe ka të se fillojmë sesionin pranveror. Faleminderit. Po të diskutojmë faktikisht për këtë çështjen e pushimit sepse na duhet një lloj sqarimi ta bëjmë. Unë du t'i falenderoj komisionin shtetëror për përgjigjet në pyetje.
Natyrisht që nëse ka materiale shtesë me cilat komisioni mund dalë në ndërkohë, ilus që ato t'i procedojnë edhe në komisionin tonë, sepse deri në momentin kur shqyrtohet demarkacioni në seancë plenare, ne mund të shfrytëzojmë edhe materiale shtesë përderisa ato dërgohen zyrtarisht. Në qoftë se keni diçka me shtu, urdhëni, zoti Bullishi. Kryetare, po dhe anëtarë të komisionit, falenderoj shumë për koreksin. Besoj që ne si komision kemi mujtë sa do pak me ndihmue në punën tuaj të mateme. Keni shumë bindur që çdo gjë që e keni në materialin ato dhe ato që sot ne i them, janë dokumentacione nga institucionet tona, nuk janë dokumentacione që kemi prodhu ne, si individ. Unë jam shumë i bindur që edhe komisioni paraprak, edhe ne, kemi vetëm një detyrë, që ta nxjerrim realitetin dhe të ndihmojmë vendit të dalë nga kjo situatë. Nuk besoj që ndokush ka bën një qëllim të caktuar për marrën këtë situatë. Jam shumë i bindur, lëshimet profesionale mund ndodhin, na jemi njerëz, edhe ne mund të kemi gabime, edhe ata mund të kenë pas gabime gjatë punës tyne, por besoj që edhe ata, edhe ne jemi të obliguar me ndihmu juve, sepse në fundit kjo çështje ka me met në dorën tuaj, për arsye se ju jeni sovrani i vendit. Edhe gishtat e ju do ta procedojnë tutje ose do ta ndalin këtë proces. Besoj që qysh keni dëshirë ju me ru integritetin territorial, është dëshira jonë, po ka qenë dëshira edhe ish komisionit. Jem shumë i bindur. Por ja që kanë ndodhur disa lëshime, disa devime të vogla, që mendoj me një mirë kuptim ka mundësi të ballaqohen. Faleminderit edhe një herë shumë për korreksin. Faleminderit shumë, ju lus vetëm për 2-3 minuta pauzë dhe po kthehemi me vendos përfundimisht si komision për procedim ose jo.
Me qenë se mediat kanë tregu durim edhe kanë qëndru deri në fund dhe me qenë se unë gucën pak me disa deklarata parabrake. Në fakt unë du me i falenderu për punën e tyne dhe faktin që kanë qenë gjithmonë prezent në njërë konsistente për me përcjell këtë çështje e cila është në interes të qytetarëve dhe mendoj që vetëm sa kanë bërë mirë që vazhdimisht kanë shkru për këtë punë e jo keq dhe ju inkurajoj që të vazhdoni ta bëni punën e juaj në mënyrën më të mirë.
Neve si komision tani na ka mbetë që të vendosim a të procedojmë apo mos të procedojmë marrëveshjen në mes të Kosovës dhe Malit të zi në seancë. I kemi dy opsione, e para si që dini në takimin e kaluar, kemi diskutuar që na duhet një sqarim nga ana administratës se a rrjedhin apo nuk rrjedhin afatet e shqyrtimit gjatë kohës sa kuvendi është në pushim. Sot ka marrë një përgjigje gojore nga administrata që ekziston një lloj komenti që e kanë marrë nga gjykata kushtetuese për një rast të mëhershëm, që gjatë pushimit nuk njehen afatet, që nënkupton edhe afati neve nuk na përfundon me 4 janar për ta shqyrtuar, por mund ta bëjmë këtë punë deri me 15 janar. Tani mund të ketë zëra që në të ardhmen mund ta kontestojnë vendimin tonë të sotëm me qenë se bëhet në kohë pushimi, apo ndoshta edhe jo, kështu që mundësia e parë është që ne thjesht të mblidhemi dhe të votojmë me datën 15 janar, ditën kur rikthehet kuvendi. Edhe pse, në fakt ka precedente të shumta nga e kaluara kur komisionet mblidhen gjatë kohës së pushimit, shqyrtojnë dokumente, japin rekomandime në mënyrë që kur seanca e parë të mblidhet atëherë dhe ato të jenë të gatshme. Kështu që nëse unë po ju pyes juve se cili është qëndrimi juaj, a doni ta shqyrtojmë sot? Ka precedente kur komisionet edhe mblidhen, edhe vendosin atë procedojnë me ligje për seancë edhe gjatë kohës së pushimit. Nëse jeni dakord, atëherë diskutoj lidhur me propozimin që e kam lidhur me procedim. Urna Dorontin. Faleminderit kryetare. Në mandatin e kaluar, unë kam qenë antare e Komisionit për Legjislacion dhe ne kemi pasur një rast, amendamenti 24 të Kushtetutës për gjykatën speciale, të cilin komisioni ynë e ka dërguar në seancë pa ndonjë rekomandim. Me qenë se kjo çështje është një rëndësie nacionale, me qenë se kryeministri Ramush Haradinaj e ka nënshkruar projekt ligjit të cilin e ka sjellë në kuvend dhe bashkë me të ka sjellë një raport kontradiktor, kundërthënës me projekt ligjin dhe me raportin e mëparshëm, unë propozoj që ne t'ja rekomandojmë, t'ja dërgojmë seancës së kuvendit projekt ligjin pa ndonjë rekomandim nga komisioni. Faleminderit. Do thotë ju po pajtoheni që sot të vendosim për rekomandimin, mirë po mos t'i rekomandojmë seancës se si të votohet, por thjesht t'i rekomandojmë që ta shqyrtoj. Në fakt, përveç shembullit që ju e përmendët Komisionit për Legjislacion, ka edhe shembuj tjerë nga Komisioni për Zhvillim Ekonomik, ku seancës së kuvendit thjesht janë proceduar për shqyrtim ligje ose dokumentacione të tjera, por pa rekomandim konkret se si të votohet. Nëse keni diçka lidhur me këtë çështje apo pajtoheni me propozimin e Dorontinës, urdhna zoti Berisha. Kam drejtën me që na po ka shumë pozicionet, po dijen edhe qëndrimet e deri tashmë unë pajtohem në këtë pjesën e fundit që ne si komision thjesht kuvendi dihet se si voton edhe kjo çështje po më mendja fillon me marr një epilog. Urdhna zonja Kadriaj. Edhe unë po mendoj se duhet me u procedu, cila do që forma që shpajtohen antarët e komisionit, sepse këtë periudhë kohore, për shembull edhe kryesia e kuvendit kanë thonë që paraprakisht kjo marrëveshje duhet me u shqyrtu në komisionin parlamentar për punë të jashtme dhe kemi pas ndoshta edhe një farforme po mendoj presion në kuptimin pozitiv edhe gazetarëve sepse po stopohet kjo punë ose pse s'po vazhdohet. Ne po vazhdojmë, le të shkon le të procedohet me tutje, le të rekomandohet komisionit me shqyrtu, po pa seancës për shqyrtim, po pa rekomandim të komisionit për raportin. Do të thotë edhe ju po pajtoheni me propozimin. Urdhna zoti Emiri. Faleminderit, nuk e kam kështu fort të ngushme për mendimin tënd që duhet trajtohet sot. Mund të trajtojmë në 15, që do shoh nëse është vullneti i komisionit të trajtojë sot, nuk ka problem. Mirë po mendoj që ne si komision do duhet tash të diskutonim nëse për rekomandimin që do të japim, pra do të shkojmë me versionin që të mos rekomandojmë as vot për as kundër, apo mbase edhe ta hedhim vot nëse antarët e komisionit janë dakord që të rekomandojnë që të votohet kundër, sepse ne kemi na patun sot një raport edhe prej një komisioni shtetëror i cili na tregoi
për ata që duan të besojnë fakteve që i kanë sjellta, që edhe procedura, procesi i negocimit marrëveshjes për demarkim i materializuar pastaj në marrëveshjen që ka në kuvend, ka qenë prej tejkalimit kompetencës e deri te gabimet të cilat u dëshmuan të kenë qenë gabime në shënimin e kësaj vije kufitare. Dhe se tillë ne si deputet të kuvendit do duhet ta kishim një mendim. Natyrisht këtë mendim do ta kemi në seancë, secili prej nesh, mirë po këtë mendim duhet ta kemi edhe në komision. Prandaj konsideroj që komisioni, nëse është e mundur dhe nëse ka vullnet nga anëtarët e komisionit, që të votojë që kjo marrëveshje të mos ratifikohet, por që rekomandimi që i shkon kuvendit nga komisioni ynë të jetë thirrje për mos ratifikim të marrëveshjes dhe pastaj natyrisht seanca edhe ashtu, pavarësisht rekomandimit komisionit vendos me shumicë votash se çfarë do bëj. Problemi është po vetëm një sqarim edhe pastaj po ju japi fjalën. Janë dy probleme këtu. E para që e përmendi edhe deputetja Dërguti që para nesh është një raport preliminar dhe askush nuk mund të paragjykojë nëse dëshmit e reja që mund të sillen ndërkohë vetëm do ta përforcojnë apo edhe mund të hedhin poshtë disa prej argumenteve. Çështja e dytë ka të bëjë me ato që jemi njoftuar nëpërmjet mediave, që meqense se ne kemi ngritë si komision herën e kaluar çështjen e falsifikimit dhe sot prap u dhan pretendimet e reja, në fakt prokuroria tashmë është duke e hetuar këtë çështje. Dhe për një çështje që është duke u hetuar nga prokuroria, nuk po më duket që është me vend që ne sot t'japim rekomandim që të votohet për apo kundër dhe po pajtohem me propozimin që sot komisioni jon të rekomandoj që të shqyrtohet marrëveshja. Mirë po pa u sqaruar një sër çështjesh që mbeten këtu si të hapura, të mos japim rekomandim për apo kundër dhe besoj në ndërkohë para se dalë kjo çështje në seancë, edhe prokuroria mund të sqarojë gjithçka sa i përket hartave, falsifikimit apo mos falsifikimit të tyre, por edhe mund të vinë dokumente të reja, meqense neve sot na u sill një dokument i ri lidhur me aksidentin, përderisa në ndërkohë mua më vinin informata nga njerëzit që kanë marrë pjesë në shpëtimin e atyre që janë lënduar, se në fakt arsyeja e vetme pse mali i zi nuk ka ndërhyr ka qenë për shkak se ditën e aksidentit lartësia e borës ka qenë tepër e madhe. Tash përderisa kemi të njëjtën ditë informata kontradiktore lidhur me një dokument që neve vetëm sot na u soll dhe deputetët e tjerë nuk e kanë. Pra ne jemi të vetmit që e kemi këtë dokument. Nuk kemi të drejtë ne t'u përcjellim deputetëve, duhet patjetër të shkojë nëpërmjet qeverisë, në kryesitë kuvendit dhe t'u shpërndahet të gjithëve. Mund të ndodhë që ndërkohë të vi dokumentacion plotësues, që mund të na gjetë neve në pozitë të palakmueshme. Ka, siç e thash, precedente nga Komisioni për Legjislacion mandatin e kaluar, nga Komisioni për Zhvillim Ekonomik, ku rekomandimi vetëm ka qenë të shqyrtohet. Dhe në mënyrë që ti lëm pak hapësirë edhe deputetëve tjerë që edhe informatat e reja që sot u prezentuan edhe të tjera që mund të vinë ndërkohë të shqyrtohen si duhet dhe pa ndonjë presion, ndoshta është mirë që të shkojmë me atë variant dhe natyrisht kryesisë kuvendit pastaj i mbetet që ta caktoj datën e seancës në pajtim me grupet parlamentare. Vetëm e kemi një sqarim nga zoti Berisha dhe po kthehem prapë te ju zoti. I përofert me këto që edhe ju thatë se na shiqohet tash pozicion, unë jem kundër këtij verzioni. Problemi është se qeveria domethënë e ka domethënë përmes komisionit ja ka proceduar kuvendit. Tash është pyetje çka do të bëjmë ne si komision. Ne domethënë mujmë proceduar kuvendit pa rekomandim. Po, për shqyrtim. Si ne mujmë edhe mu pozicionu si politik vizfari. E çështja e vota po një çështje del pastaj këtu nuk po dojmë me përdorën shumicën e votës. E çështja e vota dihen pozicionet, na përfaqësoj forcat caktuara politike, edhe paraprakisht edhe rezultati dihet kuvend se si komandon. Mirë po është mirë që këto çështje deri te edhe kjo që u tha në fund, domethënë që vinë argumente të reja deri edhe te falsifikim dokumenteve, këto fuqizon domethënë qëndrimin tonë sepse kjo marrëveshje duhet domethënë përndryshe nëse presim domethënë qëndrim përfundimtar mes konga preliminar i këtij komisioni, atëherë faktikisht ne më preferu kuvendit që në start me rikthyje, mos me qiti votim, me rikthyje edhe një herë qeverisë, deri në
masi po prit ka përfundimtar, masi komisioni pas ka alo argumente me afru. Mendoj që duke qenë komision funksional për këtë çështje, po si komision për politikë të jashtme, ne natyrisht mund të në fund të vendosim që të mos rekomandojmë, mirë po kemi për obligim që ta trajtojmë të marrëveshje dhe ta kemi mendimin tonë si komision për atë është e mundur të arrihet për marrëveshje. Dhe nëse raporti është preliminar, atëherë nuk kemi nevojë të ngutemi komision, por nëse kemi nevojë për informata shtesë, të presim informata shtesë, pse të vendosim sot. Në anën tjetër, po mendoj që në rekomandimin që ja dërgojmë ne kuvendit, varësisht natyrisht edhe pozicionit se si deputet duke karshi asaj që dëgjuam e që kemi lexuar për të çështje, do duhet që ta përmendë ose jo edhe çështjen e tejkalimit kompetencave nga komisioni kaluar shtetëror. Pra nëse ne po duam që kjo të bëhet çështje, unë mendoj që duhet bëhet çështje, atëherë ne mund t'i kërkojmë qeverisë që këtë ta miratoj, ose kuvendi, se jo ne si komision, po ne t'i rekomandojmë kuvendit që qeveria këtë tejkalim kompetenca ta konstatoj zyrtarisht. Dhe në këtë drejtim konsideroj që është detyrë kuvendit që t'i kërkohet një gjë e tillë e do të kishte më qenë detyra jona që ta konstatojmë këtë, nëse jemi dakord që ka pas tejkalim kompetencash, në mënyrë që kuvendit t'i tregojmë ose deputetëve të kuvendit t'u tërheqin vëmendje si komision funksional për këtë çështje që është konstatuar që komisioni i kaluar ka pas tejkalim kompetencash për sa i përket mandatit që ka pasur edhe punës që ka kryer të materializuar marrëveshje. Pra ka shumë çështje që do duhet i përmbante një rekomandim i tillë dhe mendoj që tash po propozoj me që se dëgjova deputetë të tjerë që ta lëmë këtë çështje për 15. Pra nëse kemi nevojë që të presim edhe për zhvillimin e disa procese, prej kompletimit të raportit për cilin u raportua sot e deri te puna në prokurori, atëherë nuk kemi nevojë të ngutemi. Zoti Emiri, unë pajtohem me juve që qeveria do duhej së paku të deklaroj lidhur me çështjen e tejkalimit kompetencave. Në fakt, ata së paku juridikisht po flas sepse deklarimet politike prej atyre juridike po dallojnë. Politikisht po deklarojnë diçka tjetër, mirë po juridikisht në momentin që është votuar marrëveshja e njëjtë, pa asnjë ndryshim në qeverinë e Kosovës, qëndrimi i tyre zyrtar është që janë miratuar tejkalimet e kompetencave, që i bën ato pastaj të ligjshme. Qeveria ka për detyrim sipas të drejtës ndërkombëtare, siç e përsërita më herët, sipas Konventës së Vjenës për traktate, që në momentin që dyshon që ka pas tejkalim kompetencash, ta njoftoj qeverinë tjetër, në këtë rast qeverinë e Muarit Zi, këtë nuk e ka bërë. Prandaj çdo deklarim politik lidhur me këtë çështje nuk krijon ndonjë efekt. Nëse ju mendoni që duhet ta trajtojmë këtë çështje edhe më gjatë dhe ta lëmë vendimin tonë për 15 janar, për mua nuk ka asnjë problem. Në ndërkohë ndoshta edhe vjen raporti përfundimtar i komisionit dhe po ashtu dokumentet shtesë që na kanë ardhur dhe neve është patjetër më rëndësi që t'i kenë edhe deputetët e tjerë. Po ju dëgjoj të gjithëve, do të thotë për mua është njëjtë si ta shqyrtojmë sot, mirë po nëse shqyrtojmë sot, unë do të insistoja që mos shkojmë me rekomandim që të votohet apo mos votohet, po thjesht rekomandim për shqyrtim, shkaku i mungesës së informacioneve për një sër çështjesh. Nëse shtyjmë për 15 janar, atëherë ne mund të insistojmë në ndërkohë të marrim përgjigje konkrete. Faleminderit, ne sot po marrim me punën e komisionit. Komisioni shtetëror që ishte sot dha sqarime të sakta, edhe pse është raport preliminar, kjo nuk e ndryshon thelbin ose gjithë ato që ai ka thonë, përkundrazi e përforcon ato se me këtë marrëveshje Kosova ka humbur territore. Unë nuk po di pse po duhet le të vendos seanca kuvendit, le të vendosin deputetët si do të votojnë. Detyra jonë si komision sot do është me procedu me tutje cila do qoftë forma. Unë e di për vete që jam kundër kësaj marrëveshje, do të votoj kundër qoftë në komision dhe seancën plenare, po të mos hezitojmë tash me zhvarrit punën, jo të kthehet në qeveri, se s'po kemi qartësi ka mjaft, nuk është temë e re, kjo temë është trajtu rrafshë 2 vjet. Nëse deri sot për 2 vjet s'kemi mujt me qartësu mendimet se çfarë do të bëjmë me këtë marrëveshje, unë po mendoj se gjithë kjo zhvarritje nuk e ka asnjë kuptim. Urdhna zonja Dërguti. Faleminderit kryetare, pra ashtu siç u cek 2 probleme kapitale janë se neve na është dorëzuar një raport preliminar, edhe fakti që prokuroria aktualisht është duke u marrë me hetimin sipas mediave gjithmonë, pra duhet pritur një përgjigje nga prokuroria. Me këto 2 elemente qysh në start, unë mendoj që është shumë problematike që ta vëmë kuvendin në lajtitje sepse ka dyshime për vepra penale. Mendoj që duhet ta shtyjmë dhe me datën 15.
dhe besoj që do të kemi o një përgjigje nga prokuroria dhe në anën tjetër mundësi për komisionin që ta përfundoj dhe ta dorëzoj një raport përfundimtar. Faleminderit. A kemi urdhënas, zoti Reqica? Faleminderit. Me që nuk kem kështu një konsenzusi ose pajtueshmëri unike, e shtym se ashtu sipas gjitha gjatave do të jemi kështu aktiv edhe në këtë fillim janar. Kështu që u tha më herët, të dy komisioni kanë të i kaluar kompetencat. E tha vetë kryetari i komisionit, ka qenë i ngarkuar për një çështje tjetër, pastaj ka të i kaluar kompetencat, dhe me që ne nuk po ta akordohemi të gjitha, atëherë ndërkohë sikur që do të vinë argumente tjera, do të kemi materiale tjera, sikur që do të kërkojmë edhe argumente shtesë dhe po e lëmë për janar. Spesaktojmë datën 15 ose kur, varet pastaj se pa mbledh kryesia, ju e dini pa mbledh kryesia e kuvendit nuk fillon sesioni pranëror, kështu që e presëm lidhet kryesia, pastaj ne vazhdojmë angazhimin. Faleminderit, sa e kuptova nga mbledhja e fundit të kryesisë, ndoshta zonja Dërguti mundet me konfirmu tashmë ka vendim që sesioni i ri të fillojë me 15 janar, ashtu më informuan mu administrata, po ne mund ta lëm orientimisht rreth datës 15 janar, që mos caktohet ndonjë seancë pa e mbajt në mbledhjen e komisionit. Megjithatë informoheni ndërkohë nga stafi, po orientimisht në qoftë se pajtohen shumica, mundemi me datën 15 janar të procedojmë lidhur me ato se a shkojmë në seancë apo jo, e hëna e 3 janarit, kështu që sipas rregullorës natyrisht parashihet që të jetë sesion, të filloj sesioni i ri. A ka diçka nga anëtarët e tjerë të komisionit apo pajtoheni me propozimin e shumicës dërmuese që me 15 janar përfundimisht vendoset se ati procedohet dhe si ti procedohet seancës. Kjo çështje besoj që deri atëherë edhe mund të kemi përgjigje. Ne nuk mund të paragjykojmë natyrisht që provat e reja do ta përforcojnë ato që është thënë nga komisioni i tanishëm, mund të ndodhe kundërta. Unë sapo përmenda që ka tashmë dokumente që flasin apo interpretojnë ndryshe çështjen e aksidentit që sot u prezantua, mirë, po nuk mund të paragjykojmë se cili lloj i argumentimit në fund do të ketë sukses. I japim kohë deri me 15 janar nëse ka argumente shtesë. Nëse jo me këto që i kemi, ne patjetër duhet të vendosim pavarësisht rreth asaj date se si ti procedohet kuvendi. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen.